ashtrim, korrupsion dhe Mogherini në burg. Do të flasim për këtë çështje miq të dashur që është në fakt krye fjala e zhvillimeve më të fundit. Kam një panel shumë simpatik, por do të fillonim nga studio ku ndodhet kolegu jon Reldar Dedaj. Reldar, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është të thuash e pabesueshme, kam përshtypjen e kemi tejkaluar atë fazë. Ndoshta është momenti kur ashtu siç rrotullohet portokalli, shpreha s'keni parë gjë akoma, po e godet kryeministrin me një shpejtësi të llatarshme dhe veçanërisht ky vit 2025, le të themi që ndoshta mezi po pret 31 dhjetorin kryeministri? Me të thënë drejtën, është ajo çfarë ju thatë më lart, është e pabesueshme kjo që ka ndodhur. Edhe në imagjinatën më të unë edhe vetë nga shkollimi jam europianist, besoj shumë tek institucionet europiane për të vërtetës, në thelb si niveli demokracisë. Kjo tregon që jemi shumë fragjil. Këtë e kam të për veten aspektin e politikës, se jemi krejtësisht të dobët në analizën e politikës, sepse na kanë akuzuar për konspiracionist kur thonim që është e korruptuar, s'ka mundësi. Ndoshta këtë do e thoja, i vetmi politikan që ka marrë një bosh kuptimin edhe mje keq se edhe tërheq pak. Nga kjo është Sali Berisha. Po se anat e mua që i sulmonte si të korruptuar. Është tërhequr shumë nga shumë kauza të cilët po i vërtetohen ditë pas dite në të drejtën e tij, ka qenë shumë logjik për sa i përket asaj gjë. Vetëm se ky skandali Mogherini, ky skandal europian mbi gjitha dhe i lidhur dhe me Shqipërinë shumë dhe Shqipërinë e ka bërë shumë pis. Ne e kemi bërë vetë ne, por e bën edhe institucionet. Kjo do të thotë që dhe tashmë ka ra miti më. Nuk ndërkombëtarët miti ndërkombëtarëve këtu është zhubrost. Nëse po të kesh parasysh që është Marta Kosi ndërkohë. Kushdo që flet, ku edhe unë vetë jam, edhe unë isha kritik për mënyrën se si po e përdorte PD-ja raportin me Bashkimin Evropian. Po kjo tani domethënë më plasat realitetis ballit. Duhet jemi sinqert me këtë. Njeriu e sheh se këtu nuk po funksionon ky lloj sistemi dhe këta po vinë dhe korruptohen totalisht. Dhe kjo është e frikshme mënyra se si burokratët evropian vinë e trajtojnë Shqipëri dhe e trajtojnë Shqipërinë si një ambar ku ka pe fut durt kudo, sepse këtu është Eldorado e atyre politike. Dhe kjo është fatkeqësi që financiare gjithashtu. Dhe por ka një gjë kjo çdo skandal në Shqipëri e kthen në çështje të dorës dytë. Pse? Po e kthen çështje dorës dytë. Mi vendoset çështja Mogherini? Është ajo çfarë Sali Berisha, unë e mbaj mend foltoren e fillimit, e kam ndjekur me shumë vëmendje sepse nuk arrija dot me e kuptu se çfarë po bënte, të jemi realisht. Edhe po këtë e kam mbajtur me shumë shënime dhe zoti Berisha atëherë në atë kohë kryetari i Ri Themelimit e vuri në sens kritik totalisht burokracinë europiane, por edhe të lidhura edhe në Shtetet Bashkuara me ata burokratët që vinë këtu. Është fatkeqësisht aksesorës. Unë nuk du ta pranoj këtë gjë, por fatkeqësisht ndodhi ajo çfarë këtu po vërtetohet çdo tesë aty. Dhe Partia Demokratike nuk duhet rrëshkasi për hir të vërtetës se kjo do guxim. Më duhet se po ngatrohen me këmbë të veta këto. Por fakt po ngatrohet me këmbë të veta sepse nga njëra anë kemi dhe sepse edhe kur e vendosin Partinë Demokratike që në vëmendjes nuk është mirë, se në fundit është parti opozitare. Por edhe këto alternativat e reja ose mendimi ndryshe që do të dali, mirë është ishte mendimi i strukturuar brenda strukturave të partisë, i publikuar qarta si i hapur, çfarë mendoj, jo për të krijuar konstruktiv, jo refraktar. Pa diskutim, sepse për çfarë është mbledhur? Është mbledhur që të funksionojnë institucionet, të funksionojnë koncepti i votës, të funksionojnë shumë elemente të tjerë sipas atyre, po këto duhen shprehur hapat, jo të krijojnë kakofoni dhe mbi gjitha në kohën kur Partia Demokratike po ndërton nivelin e saj të akuzave për të pasur një retorik në funksion të qytetarit dhe interesit qytetar. Fakti që Partia Demokratike rikthehet edhe një herë duke lënë në harres dhe pothuajse duke kaluar në periferi të saj, çështje që këtu janë problem shumë i madh, këtu ka rënë shteti. Elefantët e dhomës. Këtu ka rënë shteti, tashmë edhe rënja e shtetit ka kaluar në plan dytë me faktin që gjithë burokratët evropianë, ata ku ne prisnim integrimin e Shqipërisë në Europë, gjitha këto gjërat, këtu shifet që është një masakër e madhe dhe Shqipëria është përdorur thjesht për Eldorado. Kjo më vjen fatkeqësi realisht për veten, që jam pjesë e këtij shteti edhe jetoj këtu për ndërtuar një të ardhmë tjetër që e shoh pa perspektivë të ardhmen e jetës time, por edhe të fëmijëve tim
në kuptimin se si sillen europianët me ne. Ne na trajtojnë si një hambar ku vetëm kape fusin duar. Siç ishte për shembull, fjala vjen rasti i supervizorit të tunelit llogare, se këta lidhen të gjithë edhe me aferat, është problemi. Kompania Hill International, e kemi përcjell te plugu miq të dashur, ishte kompani e sjell nga Bashkimi Evropian, që llonçit ishte në kohën e Mogherinit, për të na treguar se si duhet i ndërtonim rrugët, dhe jo vetëm që s'na e tregon, po fiton tendera në Shqipëri. Unë ta kam në këtë studio kam thënë se me intuit, jo se kisha informacion të jemi i vërtet, me intuit kam thënë ne ndërtojmë edhe kur e bëjmë kritiken, merremi